Panele diellore në shtëpi janë fjalë për fjalë një mashtrim. Po kërkoni të kurseni në shpenzimet e shërbimeve për biznesin apo shtëpinë tuaj, merrni parasysh energjinë diellore. Ta klientë janë të shmendur, ndihen budalla dhe është disi marrëzi. Duhet kisha bërë pak më shumë kërkime. Tani kemi plera me vlerë $70,000 në çatit tona. Pra, Lipo paguan $203 në muaj, për sa gjatë? Deri në moshën 60 vjeç, pra 30 vite. Është absolutisht e reme. Çdo gjë që ju thonë është një gënjeshtër. Unë nuk dua që të tjerët të kalojnë të njëjtën përvojë që kam kaluar unë për të parë anën e errët të paneleve diellore. Ata janë fjalë për fjalë një mashtrim. Ata thonë se instalimi i paneleve diellore në shtëpinë tuaj do t'ju kursej para. Ata premtojnë gjëra të tilla si çeqe të mëdha nga qeveria. Qeveria federale do të mbulojë 26% të kostove totale bruto të sistemit e me radhë. Madje ata thonë se do t'ju rimbursoj shteti. Do të marrësh $9,000 mbrapsh. A i rrisin vlerën e shtëpisë me panele diellore. Ata thonë se madje mund të fitoni para duke shitur energji shtesë në rrjet. Pra, mbi prodhimi, shpesh zvogëlon kthimin tuaj nga investimi, kur në realitet, të vetmit njerëz që përfitojnë nga këto panele janë shitësit grabitqarë që i shesin ata derë më derë tek viktimat. Këta pronar shtëpish kanë mbetur në borxhe marramense që do t'i prangos për pjesën tjetër të jetës së tyre, ndërsa drejtuesit e kompanisë Home Solar po pasurohen shumë. Ne kemi parë këtë me arsimin e lartë dhe tani po e shohim me energjinë e gjelbër. Me gjithë këto qytete që kanë padi kundër kompanive diellore në shtëpi, qëndroni të kujdesshëm sepse ky është mashtrimi i madh diellor. Këto kompani diellore për shtëpinë ju manipulojnë ju nëpërmjet numrave dhe shkrimit të vogël nëpër kontrata, kështu ju fitojnë. Shitja e paneleve diellore në shtëpi është hapi përsosur. Mendoni për këtë. Inflacioni ka qenë jashtë kontrollit. Në thelb, gjërat si gazi dhe sendet ushqimore po bëhen vërtet të shtrenjta. Dhe me kërcënimin e ndërprerjeve të energjisë në Kaliforni ose racionimin e energjisë që po vazhdon në Evropë, të mos jesh i varur nga rjeti duket si një gjë me mend. Njerëzit duan të ndihen të sigurt. Ata duan të kursejnë para dhe duan të ndihen nën kontroll të jetës së tyre. Dhe nëse ata mund ta bëjnë këtë duke shpëtuar mjedisin, dua të them, kush nuk do ta bënte? Pra, ja çfarë duhet të bëni nëse doni të fitoni para nga kjo mundësi e artë. Shitje diellore derë më derë. Tani, shitje derë më derë mund të tingëllojnë frikësuese dhe të vjetëruara. A do të shpenzojnë vërtet njerëzit kaq shumë para me një të huaj që troket rastësisht në derën e tyre? Çuditërisht po. Veçanërisht kur merrni parasysh të gjitha taktikat e zgjuara që mund të përdorim kur jemi ballë për ballë me objektivin. Çelësi i shitjeve të paneleve diellore derë më derë është se ju nuk dëshironi të ndiheni si një shitës tipik derë më derë. Ju dëshironi të visheni si një punonjës i qeverisë ose dikush nga kompania e shërbimeve. Ashtu si shumë prej këtyre kompanive diellore bëjnë. Në këtë mënyrë, ju ulni vigjilencën e tyre, i bëni që të mos ju përplasin derën në fytyrë. Dhe sa po tapet dera, ju thoni atyre se jeni këtu për të bërë një vlerësim shumë zyrtar të shtëpisë suaj, kështu që ata duhet ju lejojnë të hyni në shtëpinë e tyre. Dhe sa po të jeni në shtëpinë e tyre, ju pretendoni të bëni një vlerësim shumë të kujdesshëm të shtëpisë së tyre, për të parë nëse është e përshtatshme për diell. Këshill: shtëpia do të kualifikohet gjithmonë për energji diellore, edhe nëse ata jetojnë në një zonë pa shumë rrezë dielli. Sepse mbani mend, ne po përpiqemi të bëjmë një shitje këtu. Ata prodhojnë në ditë me shi, ditë me mjegull, ditë me re, ditë me bor. Dua të them, është e mrekullueshme. Gjatë kësaj kënge dhe kërcimit të vogël, ju dëshironi të kërkoni të shihni faturat e tyre të energjisë. Ky është çelësi. Pasi të keni faturat e tyre të energjisë, atëherë mund të filloni të punoni magjinë tuaj. Ju dëshironi të merrni gjithçka që ata zakonisht paguajnë për energjinë elektrike dhe më pas të strukturoni kredin për panele diellore në një mënyrë që të jetë pak më e lirë se fatura aktuale e energjisë elektrike. Pra, nëse personi aktualisht paguan $200 në muaj në energji elektrike, ju e strukturoni kredin në atë mënyrë që ata të duhet të paguajnë vetëm $150 në muaj për panelet e tyre të reja diellore me shkëlqim. Por ajo që ata nuk e kuptojnë, është njësoj si një shitës i ligi makinave ul shifrat
për të ulur pagesën mujore të makinës suaj. Sigurisht, pagesat mujore janë më të ulta, por tani në vend që të shlyeni makinën në 6 vjet, mund të keni ngecur në shlyerjen e kredisë për 10 deri 15 vjet, dhe do të përfundoni duke paguar shumë më shumë interese më parë. Pasi të keni në dorë pagesën e ulët mujore, atëherë mund të falsifikoni habin tuaj dhe të thoni: "Wow, ju patjetër kualifikoheni për energjinë diellore." Dhe shikoni, ne vendosëm atë në një mënyrë ku do të paguani më pak se ajo që po paguani tani për faturën tuaj të energjisë elektrike. Dhe gjëja e mrekullueshme është se, duke qenë se do të korrni kaq shumë energji nga dielli, fatura juaj e energjisë elektrike do të shkojë afër zeros ose edhe zero. Ata do të manipulojnë numrat, ata do të manipulojnë çmimet, ata do të bëjnë gjithçka për të blerë një klient. Ju premtuat atyre se ata do të gjenerojnë gati 2 fishin e kilowatorës që panelet diellore mund t'i japin në të vërtetë. Dreshin, madje mund gjeneroni aq shumë energji shtesë sa që do të jeni në gjendje të fitoni para duke shitur energjinë tuaj shtesë në rrjet. Vlera e pronës suaj do të rritet në fund të fundit. Sipas Zhillov, panelet diellore rrisin vlerën e shtëpisë tuaj deri në 4%. Pra duhet të jetë e vërtetë. Madje do të marrësh edhe një kredi gjigante tatimore, si një çek të një pasnjëshëm, që do të marrësh me post për të qenë pjesë e Solar Company. Dhe pasi të keni hedhur të gjitha këto shifra të ndërlikuara, ju i mahnitni klientët tuaj me histori suksesi me emra të mëdhenj. Si mënyra se si Power Home Solar instaloi panele diellore për stadiumin Ford në Detroit, i vetmi stadium futbolli që furnizohet plotësisht me energji diellore. Kjo është një tjetër gënjeshtër e plot, me qira fjala. Nuk ka panele diellore në stadiumet e Fordit. Pasi të ketë përfunduar hapi juaj, duhet i bëni presion pronarit të shtëpisë që të nënshkruaj në vijën me pika sot. Pa parë një kontratë mostër, ose u jepni atyre mundësinë të krahasojnë ofertat dhe theksoni se kjo është një ofertë me kod kufizuar dhe ata duhet të veprojnë tani. Dhe me një ofertë kaq të parezistueshme, ata gjithmonë do të nënshkruajnë. Dhe bum, sapo fitove $10,000 për shtëpi. Ka një arsye pse panelet diellore njihen si një nga punët më të mira atje, ku një shitës ambicioz mund të bëjë lehtësisht disa $1,000,000 në vit në komision. Dhe sapo klientët nënshkruajnë, nuk kalon shumë kohë para se të zbulojnë se sa e rem është kjo në të vërtetë, por deri atëherë do të jetë e përvonë. Mënyra e parë që pronarët e shtëpisë bllokohen në mënyrë mbretërore është në markup. Ashtu si shumica e kompanive diellore, ju në të vërtetë jeni duke rishitur panele nga një prodhues tjetër. Kjo ju lejon të rrisni çmimin me 2 ose 3 herë më shumë. Tjetra është në ato kursime energjie që u premtuat atyre. Imagjinoni tronditjen kur klientët zbulojnë se jo vetëm që fatura e tyre energjisë ka mbetur e njëjtë, por tani ata duhet të paguajnë këto pagesa kredie për panelet mbi faturën ekzistuese të energjisë elektrike. Dhe kjo nuk është asnjë shumë e vogël parash. Kredia është $139 në muaj. Kjo është shumë më tepër sa keni paguar ndonjëherë për energjinë elektrike. Nëse doni të keni energji shtesë gjatë natës ose gjatë motit mere, kur panelet nuk funksionojnë, atëherë do t'ju duhet të instaloni një bateri, që është $9,000 të tjerë. Norma e interesit për shumën e kredive është 8 deri në 9%, që nëse e bëni llogaritjen, koha mesatare që duhet për të shlyerë atë kredi është të paktën në 6 deri 10 vjet. Ai u regjistrua në Solar Titan USA, duke shpenzuar më shumë se $70,000, sepse mendonte se kjo do të ulte faturën e tij të energjisë deri në 90%, dhe një shumë të madhe që ju premtua se do ta merrnit për rimbursim. Po, edhe kjo ishte një gënjeshtër, sepse asnjë nga klientët me të cilët biseduat nuk e mori këtë. Na tha se ka një zbritje prej $23,000 për ta shpenzuar siç donim, por nuk ka asnjë zbritje. Pra, nëse tashmë merrni një rimbursim, nuk kualifikoheni për kredi. E ka gabim, burri im është veteran me aftësi të kufizuar. Ne nuk kemi detyrim tatimor. Ata e dinë se kam qenë veteran me aftësi të kufizuara. A ju pyesin nëse keni të ardhurat tatueshme? Jo, asnjë. Por të paktën vlera e pronës suaj u rrit, apo jo? Po, jo me të vërtet. Panelet diellore janë të shkëlqyera për kursime afatgjata. Janë një investim, por ju lutemi, merrni këshilla nga një profesionist i pasurive të paluajshme, sepse shumicën e kohës ata nuk i shtojnë në vlerë shtëpisë tuaj të barabartë me koston e tyre. Sapo viktimat tuaja të nënshkruajnë në vijën me pika,
atëherë atyre do të duhet të presi një kohë të gjatë përpara se panelet instalohen ose madje të ndizen. Dhe ata tashmë mund të jenë duke bërë pagesa kredie përpara se kjo të ndodhë. Dhe kur panelet janë instaluar, shpesh bëhet gabim për shkak të paaftësisë. Gjëra si panelet me pamje nga veriu në një gjendje me diell të ulët, ose për asnjë arsye të dukshme, panelet mund të mos përfundojnë duke punuar fare. Vetëm 6 nga 18 panelet e tij diellore funksionojnë. Ai ka më shumë se disa histori horrori të paneleve që madje marrin flak. Pra, sigurisht, viktimat tuaja do të zemërohen për këtë. Ata do të kërkojnë përgjigje, por për fat të keq për një kohë të gjatë, ata do të përballen vetëm me shërbim të keq ndaj klientit, pa përgjigje dhe pa ndihmë. Jam i frustruar dhe dua përgjigje. Ajo thot, është faji yt nëse po merr një faturë elektrike. Dhe nëse përpiqeni të prishin kontratat tuaja, ju presin disa surpriza të vogla argëtuese të quajtura marrëveshje për blerjen e energjisë, që do të thotë se nëse viktimat tuaja përpiqen të largohen, ata do duhet të paguajnë shuma masive parash. Dhe zakonisht ka shumë shkrime të imta që e bëjnë kompaninë imun ndaj padive. Dhe kjo, zonja dhe zotrinj, është arsye pse solarët janë një nga industritë me rritjen më të shpejtë. Këto kompani fitojnë 11 miliard dollar në vit. Edhe kompanitë më të vogla diellore pritet të fitojnë 1 deri në 2 milion dollar në vit, pas vetëm disa vitesh që janë në këtë biznes. Me kompanitë më të mëdha në hapësirë si SunPower dhe First Solar, ku secila vlen nga 2 deri në 3 miliard dollar. Por ndoshta shembulli ynë i preferuar për këtë është Power Home Solar dhe e CEO i tyre, Jason Waller. Power Home Solar bëri gati 600 milion dollar vitin e kaluar, duke përdorur të gjitha këto taktika skicuese që diskutuam në këtë video. Kjo është arsyeja pse Jason ishte në gjendje t'i paguante vetes një rrogë prej 1 milion dollarësh. Por ja ku është gjëja. Power Home Solar është thjesht një peshk i vogël, e madje shumë i vogël në një pellg gjigant kompanish të tjera për panele diellore në shtëpi, që të gjitha kanë rezultuar mbi mesataren. Por tani shumë klientë kanë filluar të bashkohen për të luftuar. Shumë njerëz po paraqesin padi grupore në disa shtete. Për fat të keq, është ende e vështirë të demaskosh ndonjë prej tyre. Ka mira kompani që përdorin këto skema, si dhe më të reja që shfaqen gjatë gjithë kohës. Ata ngrihen dhe vrapojnë, kështu që unë njoh një mori njerëzish që pasi pushtohen me padi bëjnë kërkesë për falimentim, vetëm për të riemërtuar dhe dalin me emër tjetër diku tjetër. Power Home Solar, një nga kompanitë më të mëdha dhe me rritjen më të shpejtë të energjisë, po e riemërton veten si Pink Energy. Në këtë pikë, prokurorët e përgjithshëm të shtetit në gjithë vendin po ndryjnë, duke thënë kompanive të kredisë të rriqen të ndalojnë së kërkuari pagesa nga njerëzit që kanë në projekti mashtrimi. Me gjithë këtë në mendje, është rëndësishme të mbani mend se kjo nuk është një goditje në vetë energjinë diellore. Sido që të jenë mendimet tuaja për ndryshimin e klimës, karburantet fosile përfundimisht do të mbarojnë. Ne do duhet të kalojmë te burimet e rinovueshme në një formë ose në një tjetër. Çështja kryesore është ta bësh këtë në mënyrë që të mos i çoroditësh njerëzit. Pra, gjë më e rëndësishme që mund të bëni është të qëndroni të informuar. Ka shumë informacione rreth energjisë diellore në shtëpi, se si funksionon procesi, cilat strategji janë me kosto efektive, sa mirë funksionojnë panele diellore në rajonin tuaj, dhe përfitimet reale që ofron shteti dhe qeveria juaj lokale për ta bërë më të përballueshme energjinë diellore. Shikoni ato nëse jeni të interesuar. Dëgjohemi në videon tjetër.